Presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka kaluar me sukses 2 mocione mosbesimi që ju paraqitën në Parlamentin Evropian me 9 tetor 2025. Në votimin e parë, 378 deputet votuan kundër mocionit, ndërsa në të dytin 383, duke i dhënë asaj një mandat të ri besimi. Mocionet u inisuan nga grupe të majta dhe të djathta ekstreme që e akuzuan Komisionin për dështime në migracion, klimë dhe politika tregtare. 2 ditë para votës, von der Leyen mbajti një fjalim të fortë në Bruksel, ku paralajmëroi se Rusia po zhvillon një fushat gri ndaj Evropës, një formë lufte jo të drejtë për drejtë që përfshin sulmet kibernetike, sabotimet energjetike, ndërhyrjet në hapësirën ajrore dhe fushata të dezinformimit në internet. This is a deliberate and targeted grey zone campaign against Europe. And Europe must respond. Qëllimi sipas saj është dobësimi i institucioneve evropiane pa përdorur forcën ushtarake. Ajo njoftoi se Bashkimi Evropian po përgatit planin Preserving Peace, Readiness Roadmap 2030 që synon forcimin e mbrojtjes dhe sigurisë digjitale në gjithë BE-n. Ky plan, sipas dokumenteve të fundit të Parlamentit Evropian, do të mobilizojë deri në 800 miliardë euro deri në vitin 2030 dhe lidhet edhe me White Paper for European Defence për të forcuar bashkëpunimin në mbrojtjen evropiane. Megjithatë, edhe pse mocionet kundër von der Leyen dështuan, ato tregojnë për rritjen e tensioneve politike brenda BE-s. Për analiza të tilla, ndiq dhe Geopost.